بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Këto momente para se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të arrijë në Kabe, baba i Abu Bekrit, Abu Quhafa, i cili deri në atë kohë ende ishte mushrik, e kish një vajzë dhe vogël, do të thotë motra më e vogël e Abu Bekrit ishte duke i shërby babës vet. I tha vajzës së vet, tha dërgojmë deri te kodra e Abi Qubejs, te një kodrinë e lartë e Mekës, sepse ai ishte i verbër në kshete. Edhe aja e mori dhe ngriti deri në kodër. Tha këqyr në drejtim, në këtë drejtim do thotë në drejtim të Medinës. Apo sheh diçka, aja përshkon të sheh një grumbull të madh, një sawada al-a'zam, një turm të madh njerëzish. Thot edhe ku aish. Thot diçka tjetër, thot dhe po e shoh se dikush është duke jap atyne urdhra. Thot pastaj çka jetu tu po, thot dhe fillun të shpërndahen. Thot çështja e shokut të birit tem Abu Bekrit ka arrit kulmin, nuk ka kush shpëton dhe nuk ka kush i del përballë asaj. Thot dërgom shtëpinë time. Do të thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe ai ka më marr, nuk ka kush i bën rezidencë. Kush e reziston pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj vazhdoi ato që përshkrua pak më herët. Abu Quhafa, ja baba i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, shkon dhe futet në shtëpinë e tij dhe pas pak çastësh Muhamedi alayhis salam futet në Kabe dhe i liron gjithë kriminalet me përjashtim të dhjetëve, apo gjithë i liron ata dhe janë të falur, thot idhhabu fa antum at-tulaqa, krejtin e të lirë, shkoni ku doni. Abu Bekri radhiyallahu anhu drejtohet në shtëpinë e babës vet dhe shkon për të taku babën e tij. Kur shkon, baba i tij dëshiron që të bëhet musliman. Dhe e merr Abu Bekri radhiyallahu anhu babën e tij çat ditë. E merr plakun në shtym në mosh, i cili është i verbër, dhe e çon deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur ai tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e shahata, i thotë Abu Bekrit, halla tarakta ash-shaykha fi baytihi fa akun ana alladhi ati. Pse nuk e la, më thon, plakun në shtëpi, unë kisha ardhur me vizituate. Tha ja Rasulullah, kjo është meritor me ardhe me estete, e jo ti me shku te kjo. Fillimisht, Abu Bekri radhiyallahu anhu jo që nuk e respekton të babën e vet. Ama respekti i babës dhe respekti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dallen. Po edhe përfitimi që e pat Abu Bekri radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përfitimi që e pat nga baba i tij dallen. Se Abu Bekri radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përfitoi rrugën drejt xhenetit. Allahu azza wa jalla me ta e shpëtoi nga kufri dhe shirku dhe adhurimi i idhujve dhe ja mësoi rrugën drejt xhenetit. Për këtë shkak, respekti atij që ta mëson rrugën drejt xhenetit, ta mëson se si adhurohet Allahu azza wa jalla, është më i madh se respekti i dikujt që të mon financiarisht e kujdeset për ty e të tjera. Për shkak se ky është kujdes për fizikun tënd, jashtëmën tonë, për ushqimin dhe shëmbathjen dhe të tjerat, e që kujdesen krejt për të tjerët për çësi aspekte, ama shumë pak janë ata që kujdesen për imanin e dikujt. E ai që kujdeset për imanin tënd, ai që të kallëzon se mos e bë se haram është, e fiton hidhrimin e Allahut. Bën e këtë punë se e fiton kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Ta mëson akidën, ta mëson fen, ta mëson moralin islam. Të lidh me Allahun azza wa jall, borxhi jot ka shitje shumë fesh më i madh se sa borxhi jot ka shi babës. Apo për shkak se ka botë të një investim që frytet e investimit të ki marrë në xhenet, ndërsa ai ka botë të një investim që frytet e investimit kanë mi marrë krimbat natën e varrit, sepse u kujdes për fizikun tënd, tani ata i hajnë tani atë trupin tënd natën e varrit. Kush gjë më shumë? E për këtë shkak, kush është më meritor a me shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te baba i Abu Bekrit apo baba i Abu Bekrit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Po dihet kush është më meritor. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiroi ta respektoj, ta nderoj Abu Bekrin fillimisht, jo babën e tij. Por pastaj Abu Bekri ishte më i shpejt dhe e solli Abu Quhafën dhe u ul pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ofroi pranë dhe vendosi dorën e tij të bekuar në gjoksin e Abu Quhafës dhe i tha aslim, bënu musliman. Dhe ai u bë musliman.
dhe e tha shahadetin dhe u bë musliman. Ishte shumë i shtym në moshë. Por caktimi i Allahut azza wa jalla ishte që të mos bëhej musliman deri tash. Edhe caktimi i Allahut azza wa jalla ishte që të jetojë edhe pasi që të vdes djali. Mund jetoj ende çuky plaku derisa vdesë edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pasi që u bë musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu. Ai i cili u hidhru pak dhe ju presh, po them, ajo gëzimi ishte vetë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe në momentin e parë që ai tha shahadetin dhe dora e atij Abu Quhafës radhiyallahu anhu ishte në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo kujt jep bej'an kur e pranon te Islami zgjat të dorën. Dora e tij ishte në dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, filloi me çajt Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma yubkika ya Abu Bekr?" Çka të shtini me kojt sot gjithashtu Abu Bekr? U shliru Mekkeja. Allahu azza wa jalla dha fund kufrit dhe shirkut dhe idhujtarisë. Baba u bë musliman, baba jot. I vetmi person në familjen tonë dëgjon që patmet pa u bë musliman. Veç ai. Krejt ishin musliman. Tha ja Rasulullah. Tha vallahi, po të betuhëm në Allahun, shumë ma shumë kisha pas qef që ajo dora që është tunet mbi dorën tonë, të ishte dora e Axhës tënë. Që ai ta kish pranu Islamin, që ti t'ishe gëzu me Islamin e ti, se sa që është dora e babës tem, e unë e gëzuhna me Islamin e babës tem, e ti pikluha që Axha jotë së po musliman. Pejgamberi a.s. shumë e dënte Ebu Talibin. Allahu azza wa jalla e regjistroi në Kur'an, në surën Ankebut: "Innaka la tahdi man ahbabta." Ti edhe pse e don shumë Ebu Talibin, s'mundesh me udhëzu. Allahu e udhëzon këndënaj. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u piklu, u mërzit shumë kur vdes Ebu Talibi në kufër dhe në shirk. Para sa viteve, pe i kësaj ngjarjes para 11 viteve. 11 vite. Pe i kësaj ngjarjes, apo? Ebu Bekri radhiyallahu anhu 11 vite po e mon men piklimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për vdekjen e Axhës vet. Dita e më e gëzueshme e tij që ju bë baba musliman tash. Pikujton ndjenjat. Çfarë ndjenja kish pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëse që tash Ebu Talibi që ka vdek para 11 viteve ish bë musliman. Do të thot shokut ja mon men 10, 15, 20, 30 vjet edhe gëzimin edhe hidhrimin. Sepse ata janë shok që duhen për hir të Allahut azza wa jalla. Mu në jetën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu sa po lexoj dhe po mësoj. Nisan po më del pa që çfarë shoqërie ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekrin. Shok, nuk po them diçka. Dhe për këtë Allah azza wa jalla si ka thonë atij ndihmtar, dikujt tjetër ka thonë ansar. Ndihmtar. Ebu Bekri i ka thonë shok, idh yaqulu li sahibihi shok. Kuptimi i shokut dhe ndikimi i shokut dhe roli i tij në jetën e njerit është shumë i madh. Shumë i madh. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalilihi. Njeri është në fenë e shokut vet. Çaq shumë ndikon saqë edhe ti fetarizohesh ose fetarizohesh nëse i ke shokun e tij. E kur i sheh çfarë raporte kam pas Ebu Bekri radhiyallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë shoqënie saqë jamon men mërzin para 11 vjetë, para zdisa vjetë u patë mërzit ja Rasulullah te shkon që tash me ta zavendsu, unë isha gëzu më shumë se saqë unë jam të dëmtu. Për shkak se e ka dashur. Nuk ka dashur, po them me këtë dashuri e të interesit, e ka dashur për hir të Allahut azza wa jall. Dhe mos të harrojmë se mbi të gjitha shoqëria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekr nuk ka filluar mas shpalljes. Ka qenë shoqëri. Është vazhdu, është rrit, është shtu, është kultivu pas shpalljes. Përndryshe shoku zën shok në fillim dikur. Pastaj ditët në vijim, jeta, valët e jetës kallëzojnë që a e kim zonë shok dika që duhet apo sukona i shok i duhet. Apo nuk ukona i shok i duhet. Sprovat, ballafaqimet me ditët e vështirat kallëzojnë kanë e ki pas shok edhe kën ish dosht mos me njoft kur e lemo me boshak. Ato ish dosht mos me njoft kur e lemo me boshak. Për këtë shkak
Ka ardhur edhe në shumë prej gjurmëve të parëve tonë, edhe për të aludojnë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se tu shku drejt kiametit ka me hub emaneti, e pjesë e emanetit është edhe shoqëria, ka me hub mos ka me pas njëri shok të mirë të besueshëm. Se shoqënia, çu ka thon Imam Shafiu rahimahullah, as-sadiqu man saddaqak, ka thon sadiq, shok është ai që ta thot në fytyrë ato që ty të mungon, edhe ato që e ke gabim, ama ai ta thot për të mirën tonë. Ai të këshillon për të mirën tonë. Edhe në ditën e vështirë, edhe në ditën e mirë nuk të dohet, nuk të largohet. Siç thotë Ibn Taymiyyah rahimahullah, thot njeri për njerin është për qëllim shoku për shokun, muslimani për muslimanin, thot është sikurse dy durt. Thot kur njëra prej tyre ka papastërti, thot nuk hiqet ajo vetëm se me një lloj presionit dhe shtypjes që ja bën kjo dora tjetër apo me qëllim të pastrimit, dhe largimit të papastërtisë. Dhe ka mundësi shkakton pak dhimbje, ama nuk e ka veç se për të mirë. Sa do të kesh, ai veç të mirën ta don. Ama prej dashurisë së të mirës është kajherë me këshilluar, kajherë me çortu, ama kur mos më të do. Kur mos më të do. E Ebu Bekri radhiyallahu an u piklu dhe u mërzit në ditën kur u bë baba musliman dhe se shpreh se Allahu Akbar, se shpreh gëzimin sepse e dinte që tash në këto momente pejgamberi alayhi salatu wasallam po t'i shkon i gëzueshëm ai, e baba ja mos t'i shkon musliman, vallahi unë më shumë i shakon i gëzueshëm. Dora e Abu Talibit t'i shkon vend dorës e Abu Quhafës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte qenë shumë më i gëzueshëm. E unë Abu Bekri isha gëzuar shumë më shumë kur të shoh ty të gëzueshëm se sa kur po e shoh babën tim që u bë musliman, e gëzimi po është i jam ama jo edhe joti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo aludon që Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka pas në kolm atje dashurinë dhe kujdesin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo sen që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka gëzuar dhe e ka kënaq, Ebu Bekri radhiyallahu anhu është gëzuar dhe u kënaq. Çdo sen që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka mërzit dhe e ka piklu, Ebu Bekri radhiyallahu anhu është mërzit dhe është piklu për shkak se zemra e tij është lidhur me zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.